Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sura El Falaq, zbritur në Mekë ajete 4. Përmbajtja e surës El Falaq. Një grup komentuesish janë të mendimit se kjo sure ka zbritur në Mekë, një grup tjetër janë të mendimit se kjo sure ka zbritur në Medinë. Përmbajtja e kësaj sureje të mëson se si Zoti i Madhëruar e mëson të dërguarin e tij dhe myslimanët e tjerë se si të mbështeten tek ai nga sherri i gjithë shergjinjve e të jenë të sigurt. Në hadithe thuhet se shkaku i zbritjes së kësaj sureje është disa jehudi i bën magji profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ai u sëmur, Xhibrili u shfaqë dhe i tregoi vendin ku ata kishin fshehur magjin brenda një pusi e nxori jashtë atë dhe i lexoi këtë sure. Më pas gjendja e profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u përmirësua. Tabrasi dhe disa komentues të tjerë, një transmetim të tillë prej dy personave, Ibn Abbasit dhe Aishës, nuk e pranojnë, sepse së pari surja Falaq është e njohur si mekase dhe ka edhe melodi mekase, ndërkohë që problemet e profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, me jehuditët ishin në Medinë, ndaj edhe ky hadith nuk pranohet. Nga ana tjetër, nëse profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, do të binte prej magjive që të sëmurej e të mos ngrihej nga shtrati kaq lehtë, atëherë ata mund ta ndalonin të kryente qëllimin e tij. Sigurisht, Zoti që e përzgjodhi për një detyrë kaq të madhe, do ta ruante nga ndikimi i magjisë që të mos vinin dorë mbi pozitën e lartë të profetësisë. Nga ana tjetër, nëse magjia do të ngjiste kaq shpejt profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, njerëzit mund të keq kuptoheshin duke thënë se magjia ndikon në shpirtin e tij. Gjithashtu punët e tij mund të jenë bërë në ndikim të magjive të magjistarëve. Kjo gjë do të bënte që njerëzit të humnin besimin te profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe shpallja e tij. Ndaj edhe Kurani i Shenjtë u përgjigjet atyre që akuzuan profetin Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, se është i magjepsur nga magjia dhe thot, të padrejtë thonë, ju ndiqni vetëm një njerëz të magjepsur, shiko çfarë shembush të sjellin, e ata me këtë kanë humbur e nuk mund të gjejnë rrugën e vërtetë. Sidoqoftë, ne nuk mund ta pranojmë një transmetim të dyshuar sepse vë në pikë pyetje pozitën e profetësisë. Mirësitë e leximit të surës El Falaq. Për mirësitë e leximit të kësaj sureje, profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë, më kanë zbritur ajete që nuk kanë zbritur si ato, këto janë surja El Falaq dhe En Nas. Në një hadith të Imam Bakirit, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë se ai që lexon surën El Falaq dhe En Nas në namazet e vitrit, atij thuhet o robi i Zotit, ty do të gëzoj me një myshde, Zoti ta ka pranuar namazin e vitrit. Transmetohet nga profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, se i ka thënë njërit prej shokëve të tij, a dëshiron që të t'i mësoj dy sure të cilat janë më të mirat e Kuranit? Ai tha, po, i dërguari i Allahut. Profeti mësoi atij surën Falaq dhe surën Nas. Profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tha, lexoj në namazin e mëngjesit dhe më pas i tha, lexoj këto dy sure sa herë që ngrihej dhe sa herë që shtrihej për të fjetur. Është e qartë se ndikimi i saj është për ata që shpirtin, besimin dhe veprën e tyre e kombinojnë me përmbajtjen e kësaj sureje. Ajetet nga 1 deri te ajeti 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit, thuaj kërkoj mbështetje te Zoti i agimit, që të më mbrojë nga sherri gjithçkaje që ai ka krijuar dhe nga sherri i natës kur ka plon terri, dhe nga sherri i falltarëve që fryjnë në nyje duke bërë magji, dhe nga sherri i smirëziut kur vepron me smir. Komentimi. Te Zoti i agimit mbështetem. Në ajetin e parë dhe të dytë i drejtohet profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si një udhëheqës dhe shembull, duke urdhëruar thuaj kërkoj mbështetje te Zoti i agimit që të më mbrojë nga sherri gjithçkaje që ai ka krijuar. Fjala Falaq ka kuptimin të thyesh një gjë dhe të ndash disa prej të tjerëve. Kur zbardh mëngjesi, nata thyhet. Kjo fjalë ka ardhur edhe me kuptimin e lindjes së agimit, edhe në surën El Fajr është përdorur me këtë kuptim. Komentues të tjerë kanë marrë atë me kuptimin të gjithë llojet e lindjes dhe të gjithë krijesat e gjalla si njerëzit, kafshët dhe bimët, për shkak se lindja e këtyre krijesave bëhet ose duke shpërthyer bima ose nëpërmjet vezës dhe të ngjashme me këto që cituam. Por gjëja më e habitshme është stadi i krijimit të tyre. Në kohën e lindjes tek ato ndodh një ndryshim i madh nga një botë në një tjetër botë.
Në ajetin 95 të surës Al-An'am lexojmë me të vërtetë Allahu është ai që farën dhe bërthamën e bën të mugulloj, ai e nxjerr të gjallën prej të vdekurës dhe të vdekurën prej të gjallës, ky është Allahu, atëherë pse i largoheni atij. Disa komentues kuptimin e fjalës felek e kanë marrë me kuptim më të gjerë dhe e kanë konsideruar një për të gjitha llojet e krijimit, sepse me krijimin e çdo krijesë mbulesa dhe perdja e njeriu thyhet dhe drita e ekzistencës qartësohet. Secili kuptim lindja e agimit, lindja e krijesave, krijimi çdo krijese janë ndodhi shumë të habitshme, të cilat janë një arsye e madhe që Zoti është krijuesi dhe drejtuesi i tyre. Përshkrimi i Zotit për këto cilësi është shumë i thellë. Në disa hadithe është cituar se fjala felek është pus ose burg në Xhehenem, që e tregon veten e tij në zemër të Xhehenemit. Ky hadith mundet të citojë një cilësi të tillë dhe nuk ka për qëllim ta kufizojë kuptimin e fjalës felek. Kuptimi i ajetit, të më mbroj nga sherri gjithçkaje që ai ka krijuar. Nuk është se krijimi hyjnor në vetvete ka sherr, sepse krijimi ka kuptimin e gjetjes së sjelljes në ekzistencë dhe sjellja në ekzistencë përfshin vetëm mirësinë. Kurani i Shenjtë, ajetin 7 të surës Es-Sejdë thotë, ka përsosur çdo gjë që ka krijuar. Sherri vjen kur krijesat të jenë larguar nga rruga e përcaktuar e Zotit, për shembull te kafshët ka vendosur dhëmbët ose pickimin që të mbrohen nga armiqt, ashtu sikurse ne përdorim armë kundër armikut. Nëse kjo armë do të përdoret për ndonjë çështje të mirë, atëherë nuk konsiderohet sherr, por nëse do ta përdorim pa vend në dëm të mikut, atëherë do të konsiderohet sherr. Shumë gjëra në pamje të jashtme konsiderohen sherr, por brenda tyre janë për mirë, sikurse janë ngjarjet që na paralajmërojnë, na zgjojnë nga gjumi, të gjitha këto sigurisht që nuk konsiderohen për keq sherr. Më tej shpjegon dhe komenton se duhet të mbështeten te Zoti prej çdo lloji sherri dhe nga sherri natës kur ka plon terri. Fjala gasikun vjen nga rënja e fjalës el-gaseku dhe sipas Ragibit në librin Mufredat ka kuptimin errësirë plotë natës. Kurani i Shenjtë kur citon fundin e kohës së mbarimit të akşamit thot ile gasekil leil. Në disa fjalor, fjala gasek ka kuptimin errësirë natës në mesnat. Një prej kuptimeve të saj është edhe sulm, prandaj është përdorur edhe me këtë kuptim. Sipas këtij kuptimi, fjala gasek në ajetin për të cilin po flasim ose është person sulmues ose çdo lloj krijese që sjell sherr, që përfiton nga errësira e natës për të sulmuar, prandaj jo vetëm kafshët e egra dalin natën nga strofka e tyre dhe sjellin ligësi, por edhe persona jo të pastër dhe sherxhinj e përdorin natën për qëllime jo të mira. Fjala waqab vjen nga rënja e fjalës el-waqbu dhe ka kuptimin grop. Pra vepra e tij është me kuptimin të hysh në grop për shkak se krijesat që sjellin sherr përfitojnë prej errësirës dhe duke krijuar zgavra mund të arrijnë edhe më shpejt qëllimin e tyre ose mund të ketë kuptimin të kesh ndikim. Më pas shton dhe nga sherri falltarëve që frynë në nyje duke bërë magji. Fjala en-neffathat vjen nga rënja e fjalës en-nefetha, në origjinal ka kuptimin të nxjerrësh apo të derdhësh pak ujë nga uji i gojës ose poshtyma me fryrje. Nga ana tjetër, kjo punë kryhet duke cituar fjala nefeth ka kuptimin nefakh të frysh, por shumë komentues fjalën en-neffathat e kanë komentuar me kuptimin gratë magjistare. Fjala en-neffathat është shumë si fjalës en-nefeth, njëjësi i saj është nefathe, ata lexojnë diçka dhe u fryn nyjeve, kështu në këtë mënyrë ata bëjnë magji. Një grup tjetër komentuesish thonë se bëhet fjalë për disa gra që kanë vezvese që vazhdimisht u thonë bashkëshortëve të tyre diçka që i bën ata të jenë të dobët në kryerjen e punëve pozitive. Të tilla gra përgjatë gjithë historisë kanë sjellë shumë dëme, jo vetëm duke dobësuar pushtete, por edhe duke sjellë sherre dhe luftra. Fahri Raziu në komentimin e tij thotë se gratë për shkak se ndikojnë shumë në zemrat e burrave përfitojnë prej tyre. Ky kuptim në kohën dhe epokën tonë është tepër i qartë dhe qartësohet dita ditës edhe më shumë. Një nga ndikimet më të rëndësishme të shoqërisë janë spionët që përdoren nga politikanët dhe ato janë gra. Ata me fjalin që të më mbrojë nga sherri gjithçkaje që ai ka krijuar, hapin kutitë e sekretareve dhe njihen me sekretet më të rëndësishme duke vendosur atë në shërbim të armikut. Të tjerë janë të mendimit se fjala neffathat është dhënë me kuptimin njerëzit e ligj ose grupe që janë me vezvese të cilët me propagandën e tyre të vazhdueshme i dobësojnë lidhjet. Nuk është e pamundur që ajeti të ketë kuptim të përgjithshëm dhe shoqëror që të gjitha këto i përmbledh, edhe thashë Themexhint dhe Lajkaxhint i kanë dobësuar ligjet e dashurisë duke i shkatruar ato. Po sigurisht nuk ka një mendim të prerë për sa i përket shkakut të zbritjes që tha më lart dhe në ajet nuk ka ndonjë shenjë që qëllimi të jetë i veçantë për magjistarët. Edhe sikur ajeti të komentohet në këtë mënyrë nuk ka arsye apo argument për sa i përket vërtetësisë së shkakut të zbritjes, por është vetëm arsye se profeti Muhammed, paqja e bekimi
Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të kërkojmë mbrojtjen nga sherri i magjistarëve, ashtu sikurse edhe ne kërkojmë mbrojtje që të mos sëmuremi, ndërkohë që jemi shëndetshëm. Një person i shëndetshëm kërkon mbrojtje prej Zotit që të mos sëmuret me kancer, edhe pse ai nuk është sëmurur kurrë, por mbrojtjen e kërkon. Në ajetin e fundit të kësaj sureje thuhet edhe nga sherri i smirëziut kur vepron me smir. Ky ajet tregon se smira është një nga cilësitë më të këqija. Kurani e ka rreshtuar atë në rreshtin e punëve të kafshëve të egra, të gjarpërinjve helmues dhe të shejtanit që është vezves dhe cytës. Hulumtime. 1. Burimet më të rëndësishme të sherrit dhe të shturjes. Në fillim të kësaj sureje, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, urdhërohet të kërkojë mbrojtjen e Zotit prej të gjitha sherreve të gjitha llojeve të krijesave. Mëtej në shpjegim të saj, surja flet për 3 lloje sherrësh: sherri sulmuesve të natës, të cilët përfitojnë prej errësirës dhe sulmojnë, nga sherri i vezveselinjve që me fjalët dhe me propagandën e tyre duan të marrin nga vetja vullnetin, besimin e të tjerëve. Sherri tjetër është smira, e cila vjen nga smirliu. Nga e gjithë kjo kuptojmë se shumica e sherreve e ka burimin nga këto 3 emra që cituam. 2. Përshtatshmëria e ajeteve. Në ajetin e parë të kësaj sureje, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i urdhërohet profetit Muhammed i urdhërohet të mbështetet te Zoti i agimit prej të gjitha sherreve të gjitha krijesave. Përzgjedhja e Rabbil Falaq, Zoti i agimit, ndoshta është për shkak se krijesat që bëjnë sherr duan ta mbyllin në rrugën e udhëzimit, ndërkohë që Zoti është thyesi i errësirës, ai sjell agimin dhe dritën. 3. Ndikimi i magjisë. Në vëllimin e parë, në komentim të ajeteve 102-103 të surës El-Baqara, kemi folur gjëre gjatë për vërtetësinë e magjisë në kohët e kaluara dhe në ditët e sotme, gjithashtu kemi folur edhe për magjinë sipas mendimit të fesë islame. Po ashtu kemi folur edhe se si ndikon ajo në jetën e njeriut. Në këto diskutime kemi pranuar në mënyrë të përgjithshme ndikimin e saj, por jo në atë mënyrë që e mendojnë personat me bestytni. Për të marrë informacion më të zgjeruar, kthehuni në vëllimin e parë të surës El-Baqara në ajetet që cituam më lart. Por është e rëndësishme të citohet se nëse në ajetet për të cilat folëm e urdhërojnë profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që të mbështetet te Allahu prej magjisë së magjistarëve apo të ngjashëm me të, kuptimi nuk është i tillë që profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte prej magjisë së tyre, por e drejtë është të thuhet se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kërkonte mbështetjen e Allahut për çdo gjë që do thotë se ai ishte i ruajtur nga këto sherre prej Zotit. Nëse nuk do t'ishte mëshira e Zotit, edhe ai do të ndikohej nga magjia, sikurse e thamë edhe më lart, nuk është e thënë që qëllimi i fjalës në fathati filuqat të jenë magjistarët. 4. Sherri i smirliut. Smira është një ligësi prej shejtanit, prej shkaqeve të ndryshme, sikurse është besimi i dobët, kopratësia dhe mendja e ngushtë e tij, gjithashtu ka edhe kuptimin kërkesë dhe dëshirë për shtimin e mirësisë nga të tjerët. Smira është burimi shumë gjunaheve të mëdha. Smira, ashtu sikurse është cilësuar edhe në hadithe, e ha besimin e njeriu duke e zhdukur fare atë. Në një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet dobësimi i fesë është smira, mendje madhësia dhe mburja. Kjo vjen sepse smirliu ankohet udhëheqjes së Zotit, duke thënë se përse disave u ke falur mirësi dhe i ke përfshirë nën kujdesin tënd. Shembullin e kësaj çështjeje do ta shohim në ajetin 54 të surës An-Nisa. A mos i kanë zili njerëzit për çfarë u ka dhuruar Allahu nga të mirat e veta? Ne u dhan pasardhësve të Ibrahimit librin e urtësinë, si dhe një pushtet të madh. Puna e smirës është aq shumë e keqe sa që mund të arrijë të fshijë të gjithë mirësitë prej një personi dhe ta shndroj ujin në zjarr. Shembull i gjallë është historia e njohur e 2 vëllezërve. Për të parë se sa e ligë është smira, është mjaftueshme t'i hedhim një sy vrasjes së parë që ndodhi midis 2 vëllezërve. Kabili vret Habilin nga smira. Smirliu gjithmonë ka qenë pengesë e rrugës së profetëve, ndaj edhe Kurani i shenjtë e urdhëron profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që të kërkojë mbrojtjen e Zotit prej sherrit të tij. Edhe pse kjo sure i drejtohet profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, sigurisht që është një shembull për të gjithë, sepse duhet të mbrohemi nga sherri i smirliut dhe të kërkojmë ndihmën dhe mbrojtjen e Zotit. O Allah, kërkojmë mbrojtjen tënde nga sherri i smirit. Mbështetemi te qenia jote e shenjtë. O Allah, kërkojmë nga ti të na ruash prej smirës që kemi për të tjerët. O Zoti im, na ruaj prej sherrit të falltarit dhe atyre që na shtyjnë në vezvese. Amin, ya Rabbel Alamin.